po nuk thon kot që kush ka vajza botën ka. Është 8 mars si sot edhe na ka gjetur kështu me duart plot dhurata me lule për mamin edhe gjyshen. Hapim derën. Lejm to shapkat Gucci. Mami është brenda, nuk e di a ka shami, por që do shkojmë ta surprizojmë. Po leja telefonon, ma leja. Mami do t'na kapi foto tani. Tani përveç luleve, unë kam bler edhe nga një palë këpuc për çdo femër në familje. Këto janë këpucët e mamit, po ja lëjmë asaj t'i hapi. Okej, ja mami. Okej, heqim kutin. Shpresoj që të pëlqejnë edhe mendoj që kjo ngjyra e kombinon shumë kollaj. Edhe me këtë që ke vesh sot. Këto janë dhe këpucët. Ja, tani po e provojmë direkte. U aprovua. Okej, ja po i themi qik mamit na bëj pasarel, kthehu. Eci qik. Okej, bukur. Këto janë për motrën e madhe, Mary. Motra ka i qik komplekse, nuk do të dali fare, po fare. E detyruam i qik ta tregoj duart, po. Këto ishin kapucët që kisha zgjedhur për motrën, janë shumë të bukura. I rrinin pak të mdhaja, por nuk ka problem, se do i veshëm i çorapi leshi. Kapucët e nanës, ose gjyshes, do i hap unë me që s'është këtu për momentin. Ja t'ju ja tregoj pak, mendoj që i përshtaten shumë nanës. Shikoni qik. Po i provoj pak unë për efekt demonstrimi. Kapucët e dueti gjithmonë na bëjnë me sy që kështu mora dhe diçka për vete, sepse edhe mua më kap kjo festa, se jam femër akoma. Me që unë jam gocë e re, i kam marrë qik me tak, kështu shifini pak. Këto janë kapucët që kam marrë për vete. Këto janë dhe taka që kisha zgjedhur unë, janë pakës fare të mëdhaja, por që janë shumë të bukura. Prit ju bëj edhe një sfilade, edhe pse unë jam me kostum sportiv. Okej. Ju pëlqejnë? I bëm një dhuratë shumë të bukur mamit, po tani do vuaj pasojat për t'i rregulluar pak këto. Ndërkohë ka ngelur pa hapur edhe dhurata që i kam bërë vjerrës, por që sot nuk ishte në shtëpi, që kështu do ja tregoj unë edhe nesër do ja jap asaj. Këto janë dhe kapucët që kisha zgjedhur për vjerrën, i përshtaten shumë stilit asaj, edhe inshallah i bëjnë fix. Këto do e zbuloni në story në Instagram.